kryej detyrën e tij, duke qenë se nuk ka shumë përvojë, mund të themi, në politikë? Edhe një kriter të cilin do ta kisha përmend është ai i cili secili president do duhej që të jetë strikt në kuadër të kornizës kushtetuese. Pra, Kosovës i duhet një president kushtetues, i cili respekton ato 30 pikat, ato 30 kompetencat që i ka, sepse do në zemër presidenti në Kosovë është pak një farë noteri, është një person i cili fundit ka me i rivlerësu edhe njerë nëse jo ndjek procedurat për se po flasë për emrimet e ndryshme ku kërkohet edhe e duke pas parasysh për këtë prirjen aktuale të ekzekutivit me shkel kushtetut me që është shumë e rëndësishme që presidenti me kujdes. Do të ve ato. Por se presidenti nëse ka apetite politike, se që ka pas ish presidentja, për shembull, e cila në fakt ka bo fushatën për parasgjedhore ka filluar prej pozitës së presidentit. Atëherë është rrezik, sepse e bën edhe e krijon edhe një pol ekzekutiv në kuadër të presidencës, që nuk i takon në sistemet parlamentare, ku presidenti zgjedhet prej parlamentit, ku ekzekutivi është i qartë, ka një ndarje të qartë, nuk mundum me ekzekutivin me danë dy pjesë, nuk mundum që presidenti me luajt rolin e opozitës prej presidentës, po në anën tjetër duhet me pas shumë kujdes, që e thatë edhe jo, që presidentin nuk guxon me qenë dora zgjatore e ekzekutivit. Por ata mendoj që partitë e vogla, kur e kemi